Në ardhje të qeverisë Kurti 1, u zotua rritja e cilësisë së jetës dhe mirëqenies së personave me aftësi të kufizuara. Këtë deklarat kryeministri Albin Kurti e bëri pikërisht në javën ndërkombëtare të shërdhërve dhe ditën ndërkombëtare të gjuhës së shenjave. Barazi, diversitet, mbështetje, fuqizim. Qeveria e Republikës së Kosovës është e angazhuar për respektimin dhe garantimin e të drejtave, dinjitetit dhe mirëqenies së të gjithë qytetarëve të Republikës, pa dallim gjinie e moshe, pa dallim përkatësie e aftësie. Ju faleminderit. Madje vitin 2023 shpalli vitin e personave me aftësi të kufizuara. Siç duket, premtimet si gjetën zbatim kryeministrit Kurti. Kjo pasi gjatë mandatit të tij të plot nuk u nxorr një akt nënligjor që do t'i stimulonte kompanitë të punësonin persona me aftësi të kufizuar. Kjo ishte paraparë në bazë të ligjit 18 të ligjit për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim ku lirante kompanitë nga pagesat e doganës dhe tatimit. Punëdhënësi i cili punëson persona me aftësi të kufizuara, si dhe personi me aftësi të kufizuara që ushtron veprimtari të pavarur, të drejtën për lehtësime doganore dhe tatimore, e realizojnë sipas ligjeve tatimore dhe doganore në fuqi. Për personin me aftësi të kufizuar, 100% shfrytëzuesi i pensionit të aftësisë së kufizuar, pensioni të shndrohet në asistencë personale për ndihmësin në punë, asistentin e tij. Në vitin 2016, ishte bërë ndryshim plotësimi i ligjit bazë, ku përmes nenit 11 kërkoi të nxirrej një akt nënligjor për lehtësira doganore e tatimore. Në nenin 18 të ligjit bazik, në fund të paragrafit 1, fjalia ligjeve tatimore dhe doganore në fuqi zëvendësohet me një akt nënligjor të nxjerrë nga qeveria e Kosovës. Nevojën e nxjerrjes së aktit nënligjor e potencojnë edhe njohës të drejtësisë. Mungesa në dispozitave ligjore apo në aktit nënligjor e cila kish me përcaktu benefite doganore është e metë sepse do të nxiste shumë më tepër punësimin, sidomos kur kemi parasysh këto kategori që me të vërtetë kanë jashtëzakonisht shumë nevojë për mbështetje shtetërore. Jo vetëm në formë pagese, por kanë nevojë edhe në formë procesit marrëdhënies punës, që ata të jenë pjesë e barabartë e procesit punës. Sfidë në Kosovë vazhdon të mbetet inkuadrimi në shoqëri personave me aftësi të kufizuara. Kjo për shkak të mungesës së kushteve elementare. Madje shpeshherë është lëbuar për treg të hapur dhe të barabartë për këta persona. Akt nënligjor është pjesë e rendit juridik përmes së cilës krijohet dhe aplikohet e drejta.